kam listën e pagave që janë përcaktuar, këto thuhet që janë paga reference në fakt. Dhe fillojnë nga 550 euro për roje parkimi, roje plazhi, deri në 1400 euro për kuzhinier, dhe kjo është lista për 45 profesione. Është një listë indikative. Tani, mund të na shpjegosh si ekspert i fushës, kjo është një listë që bizneset ta dinë, e cila duhet, është e detyruar për të zbatuar nga bizneset, është një listë që tatimet thjesht e japin dhe ja u sugjerojnë bizneseve, dhe çfarë pasojash ka nëse bizneset nuk e respektojnë këtë nivel pagash për secilin profesion? Në dokumentet e printuara nga drejtoria e tatimeve, në njoftimet e drejtorisë tatimeve, shikoj që ka dalë një listë me disa paga indikative. Për mendimin tim si specialist i fushës, kjo nuk është se ka një vlerë ligjore, është një, domethënë është një thirrje që administrata tatimore ju bën bizneseve dhe ju jep një orientim, sepse kjo nuk ka vlerë ligjore.